Nëna e Leortës i ka përgatitur të gjitha ushqimet vet për fest. Kaçezunja është ajo në kuzhinë. Drita Jakupi është nëna e Leortës, e cila tashmë është shumë e njohur për ju. Nënë e bi janë shumë të ngjashëm dhe të dyja janë shumë të bukura. Drita është shumë aktive në rrjetet sociale me postime nga më të ndryshmet. Përmes fotografisë së fundit, ajo ka treguar edhe një herë se sa e zonja është në kuzhinë. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.